Të nderuar shikues, ju përshëndes. Do të jemi së bashku në minutat e editarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Çmimi i naftës në Gjirokastër ka pësuar sot një rritje të menjëhershme me 10 lekë për litër, nga një vëzhgim i kryer në disa pika të shitjes me pakic. Këtë të mërkur, një litër naftë ka arritur çmimin deri në 198 lekë. Kjo rritje e çmimit po rëndon xhepat e qytetarëve, të cilët shprehen se po ndikon në ekonominë e tyre. Karakolli i fushës së Çajopit, monument kulture i kategorisë së parë dhe një nga objektet më të rëndësishme historike të zonës së Zagorisë, ka hyrë në fazë restaurimi nga Drejtoria e Trashëgimisë Kulturore në Gjirokastër. Punimet fokusohen kryesisht në rikonstruksionin e çatisë, duke ruajtur elementet origjinal të ndërtimit dhe vlerat arkitekturore që e bëjnë këtë monument unik për trashëgiminë kulturore të Gjirokastrës dhe zonës përreth. Urgjenca e spitalit Ismet Shushi Delvin po përballet me një rritje të rasteve me viroza sezonale. Mjekët bëjnë me dije se mbi 40 pacientë vizitojnë çdo ditë urgjencën, kryesisht të moshuarit. Ata apelojnë që qytetarët të mos përdorin antibiotik pa rekomandim mjekësor dhe të kërkojnë ndihmë mjekësore në rast të simptomave. Prej 6 vitesh në Gjirokastër janë organizuar edhe ekipet kombëtare rajonale të futbollit U12 dhe U13, ku janë grupuar elementë të talentuar nga të gjitha zonat e jugut. Aktualisht, të dyja skuadrat janë duke kryer përgatitjet, pasi në fund të këtij muaji do të nisin përballjet e radhës. Ju njohim tani më gjerësisht. Çmimi i naftës në Gjirokastër ka pësuar sot një rritje të menjëhershme me 10 lekë për litër, në një vëzhgim të kryer në disa pika të shitjes me pakic. Këtë të mërkur, një litër naftë ka arritur çmimin deri në 198 lekë. Kjo rritje e çmimit po rëndon xhepat e qytetarëve, të cilët shprehen se po ndikon në ekonominë e tyre. Rritja e çmimit të karburanteve është reflektuar tashmë edhe në pikat e tregëtimit në qarkun e Gjirokastrës. Aktualisht, një litër naftë tregëtohet me 198 lekë, ndërsa benzina ka arritur në 188 lekë për litër. Ndërkohë, gazi vijon të shitet me 59 lekë për litër, duke shënuar gjithashtu një rritje krahasuar me periudhat e mëparshme. Kjo rritje është ndjerë edhe nga qytetarët, të cilët shprehen se çmimet e larta të karburanteve ndikojnë drejt për drejt në buxhetin e përditshëm të familjeve të tyre. Është shumë e padrejtë që është rritur çmimi. Lufta bëhet në vend tjetër. Si u ngritën çmimet për 3 ditë që është bërë lufta, për sa është bërë? S'është fare, është u rrit shumë, u rrit gati 30 lekë. Të marrë mas sa shteti urgjentisht që mos ta abuzojnë karburantet. Është rritur, ja në tabelë është rritur. Ka vaj 200-300 lekë më shumë. A është e drejtë kjo gjë? Normal që s'është e drejtë, si është e drejtë. Si mund të jetë e drejtë? Nafta duhet ishte të paktën, 100, do me thënë të 1200 lekë, 1300 lekë. Ja të shtohet 50 lekë, 100 lekë, po këta janë ngopën direkt, 300 lekë në litër. Duhet të çojnë të gjithë motra, se nuk bëhet kjo punë kështu. Jo prita ulaj, jo prita po nuk luftuam ne, s'ka si, do vejde 3000 lekë nafta. Duhet të marrë masa, të ullet, sa ishte. Po gjithmonë lufta bëhet aty këtu rritet çmimet. Këtë punë kanë këta. Ndërkohë, autoriteti i konkurrencës ka nisur monitorimin e tregut të karburanteve në vend, si në tregëtin me shumicë, ashtu edhe atë me pakic. Institucioni bën të ditur se do të ndjekën nga afër luhatjet e çmimeve të benzinës, naftës apo gazit në pikat e shitjes, për të verifikuar nëse ato janë në përputhje me zhvillimet në tregjet ndërkombëtare. Autoriteti paralajmëron se çdo rritje e pajustifikuar që cënon konkurrencën do të trajtohet sipas ligjit, me qëllim garantimin e një tregu transparent dhe mbrojtjen e konsumatorëve. Ndërkohë që për të frenuar çdo abuzim në tregun vendas, qeveria shqiptare ka ngritur një task force të posaçme që do të monitorojë çdo ditë çmimet dhe aktivitetin e kompanive të karburanteve. Task forca do të verifikojë si çmimin në shumicë, ashtu edhe atë me pakic, për të siguruar që çmimet të jenë të përputhshme sipas lëvizjeve reale të tregut ndërkombëtar.
Ministri Financave zoti Petrit Malaj zhvilloi një takim me drejtorin e përgjithshëm të tatimeve zotin Ilir Binaj dhe drejtorin e përgjithshëm të doganave zotin Besmir Beja, ku dakordësua plani operacional për ngritjen e një task force të përbashkët mes dy institucioneve. Kjo task force do të ketë në fokus rritjen e kontrollit dhe efikasitetit tatimor dhe doganor në sektorin e hidrokarbureve, si në tregtimin me shumicë ashtu edhe në atë me pakicë, në mënyrë që të shmangen rritjet abuzive të çmimit të tregtimit të karburanteve dhe duke mbrojtur kështu qytetarët shqiptar. Ministri Financave, zoti Petrit Malaj, theksoi se ky plan operacional vjen edhe në kontekstin e zhvillimeve të fundit ndërkombëtare, të cilat kanë ndikuar në çmimet e hidrokarbureve. Së bashku me drejtorin e përgjithshëm të tatimeve dhe drejtorin e përgjithshëm të doganave, sapo dakordsuan planin operacional për ngritjen e task forces midis këtyre dy institucioneve. Ka për qëllim rritjen e kontrollit dhe efikasitetit tatimor dhe doganor për sa i përket sektorit të hidrokarbureve, të tregtimit me shumicë dhe pakicë. Kemi marrë shkas për ngritjen e këtij grupi operacional, nisur dhe nga konflikti më i fundit midis Iranit, SBA-s dhe Izraelit, konflikti i cili ka ndikuar në çmimet e hidrokarbureve, çmime të cilat do të jenë në monitorim nga këto dy institucione në mënyrë që mos kemi rritje abuzime të këtyre çmimeve në sektorin e tregtimit të hidrokarbureve me shumicë apo dhe me pakicë. Sot kemi dakordsuar se kush do të jenë hapat që do të ndiqen nga këto dy institucione, duke filluar që nga vlerësimi me risk i operatorëve që operojnë në këtë sektor, por nga ana tjetër edhe duke marrë informacione nga tregu për sa i përket abuzimeve potenciale që mund të ndodhin. Kontrolli do të fokusohet jo vetëm në kontrollin e dokumentacionit doganor apo tatimor, por edhe në kontrollin fizik të sasive të hidrokarbureve që tregtohen nga pikat e tregtimit me shumicë dhe pakicë. Ministria e Financave mbetet e angazhuar për një mirë administrim tatimor dhe doganor sa më të mirë dhe në dobi të qytetarëve shqiptar. Ministria e Financave, theksoi zoti Malaj, mbetet e angazhuar për një mirë administrim tatimor dhe doganor dhe gjithmonë në dobi të qytetarëve shqiptar. Nga ana e tij, drejtori i përgjithshëm i doganave, zoti Besmir Beja, bëri të ditur se kontrollet do të shtrihen në gjithë territorin e vendit, bazuar në subjektet e identifikuara me risk. Sipas tij, do të ngrihen grupe të përbashkëta kontrolli me drejtorinë e përgjithshme të tatimeve për të garantuar që aktiviteti i subjekteve të zhvillohet në përputhje me ligjin, si dhe që çdo shitje të jetë e regjistruar fiskalisht dhe karburanti i tregtuar të përmbushë të gjitha detyrimet doganore dhe tatimore. Ndërkohë, drejtori i përgjithshëm i tatimeve, zoti Ilir Binaj, u shpreh se institucionet kanë koordinuar planin operacional dhe kanë nisur analizën e riskut. Ai theksoi se eksperiencat nga operacionet e mëparshme kanë ndihmuar në identifikimin e problematikave konkrete në këtë sektor, ndërsa objektivi është që operacioni të shtrihet në një periudhë të gjatë kohore, me qëllim rritjen e formalizimit dhe garantimin e funksionimit të rregullt të tregut të hidrokarbureve. Në sezonin e 70 të Komisionit për Statusin e Grave në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Evis Sala ritheksoi angazhimin se Shqipëria do të vijojë barazinë gjinore, duke vënë në pah reformat në drejtësi dhe rritjen e përfaqësimit të grave në vendimmarrje. Ajo theksoi ligjet kundër diskriminimit marrin kuptim vetëm kur institucionet janë të aksesueshme dhe të ndjeshme ndaj nevojave të grave dhe vajzave. Shqipëria rikonfirmoi angazhimin e saj për forcimin e aksesit të grave gjatë debatit të përgjithshëm të sesionit të 70 të Komisionit për Statusin e Grave në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Nga salla e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, profesore Evis Sala theksoi përpjekjet e vazhdueshme të Shqipërisë për të avancuar barazinë gjinore përmes reformës në drejtësi, forcimit të legjislacionit dhe rritjes së përfaqësimit të grave në vendimmarrje. Women's representation in public life. Drejtësia e ndjeshme ndaj dimensionit gjinor fillon me ligje të forta që garantojnë barazinë dhe ndalojnë diskriminimin, por këto të drejta marrin kuptim të plot vetëm kur gratë dhe vajzat mund të mbështeten tek institucionet që janë të aksesueshme, të përgjegjshme dhe të ndjeshme ndaj nevojave të tyre. Ensuring the justice systems respond effectively. Ministrja Sala theksoi zgjerimin e mekanizmave të aksesit në drejtësi, përfshirritjen e ndjeshme të sistemit të ndihmës juridike falas në Shqipëri, ku gratë përbëjnë shumicën e përfituesve, si dhe funksionimin në nivel kombëtar të mekanizmit të koordinuar të referimit për trajtimin e dhunës me bazë gjinore.
Ndërsa Shqipëria përparon në rrugën e saj evropiane sigurimi që sistemi i drejtësisë dhe i qeverisjes të shërbejë njësoj grave dhe burrave do të mbetet në qendër të zhvillimeve tona demokratike. Reforma në drejtësi ka sjellë dhe sfida tranzitore, përfshirë procedura gjyqësore të zgjatura dhe riorganizimin e gjykatave, duke theksuar se sigurimi një aksesi gjithëpërfshirës në drejtësi, veçanërisht për gratë në zonat rurale dhe për ato në situata të cenueshme, mbetet një prioritet. Shqipëria do të vazhdojë të forcojë zbatimin e reformave përmes rritjes së kapaciteteve institucionale, edukimit ligjor dhe bashkëpunimit të ngushtë me partnerët ndërkombëtar, përfshirë agjencitë e OKB-s dhe organizatat e shoqërisë civile. Karakolli i fushës së Çajupit, monument kulture i kategorisë së parë dhe një nga objektet më të rëndësishme historike të Zagorisë, ka hyrë në fazë restaurimi nga Drejtoria e Trashëgimisë Kulturore në Gjirokastër. Punimet po fokusohen kryesisht në rikonstruksionin e çatisë, duke ruajtur elementet origjinal të ndërtimit dhe vlerat arkitekturore që bojnë këtë monument unik për trashëgimin kulturore në Gjirokastër dhe zonës përreth. Restaurimi i monumenteve të kulturës në Gjirokastër synon të zgjerojë hartën turistike të rajonit dhe të sjellë në vëmendje objekte me vlera të veçanta historike. Një prej tyre është karakolli në fushën e Çajupit, për të cilin ka nisur punimet për rikthimin në identitet. Është nga objektet më të veçanta që ne si drejtori administrojmë në qarkun e Gjirokastrës, pasi është monument kulturor kategori e parë, siç ju e përmendët, dhe ka shërbuar si një vendroje. Pra, në kohën kur funksiononin karvanet, ai ka qenë një post policore e cila kontrollonte rrugën e karvanit. Në gjithë këtë zonë, pra, në zonën që funksiononin tregtia apo kalimi i rrugëve kryesore, ka patur edhe disa të tjerë, por që aktualisht nuk është ndonjëri nuk ka më në këmbë. Sipas drejtorit të Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore në Gjirokastër, Ardis Duka, objekti kishte nevojë urgjente për ndërhyrje restauruese për shkak të amortizimit nga koha dhe kushteve të vështira klimatike të zonës. Drejtoria Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Gjirokastër harton një projekt restaurimi dhe me punojësit e saj është duke kryer një restaurim të plotë të saj. Në këtë kontekst edhe në zhvillimin e turizmit në atë zonë, ky objekt do kthehet një atraksion turistik pasi shoqëruar dhe me disa ura apo kisha që gjithë zona në vetvete ka në kontekstin e trashëgimisë kulturore apo dhe në objektet e trashëgimisë ose natyrore, domethënë që janë disa objekte shumë të vizituara në atë zonë, do të sjellë një atraksion të shtuar dhe për zhvillimin e turizmit në të gjithë rajonin. Në prag të sezonit turistik pranveror, Gjirokastra synon të mirëpres një numër në rritje turistësh, ndërsa restaurimi i monumenteve të kulturës mbetet një nga mënyrat kryesore për të promovuar historinë dhe identitetin e zonës. Urgjenca e spitalit Ismet Shushi në Delvim po përballet me një rritje të rasteve të virozave sezonale. Mjekët bëjnë me dije se mbi 40 pacient vizitojnë çdo ditë urgjencën, kryesisht të moshuarit, ndërsa apelojnë që qytetarët të mos përdorin antibiotik pa rekomandim mjekësor dhe të kërkojnë ndihmë mjekësore në rast të simptomave. Në urgjencën e spitalit Ismet Shushi, Delvin, gjatë kësaj periudhe është vënë re një rritje numrit të pacientëve që paraqiten me viroza të stinës. Mjeku Nikolin Kote bën me dije se çdo ditë në urgjencë kryen mbi 40 vizita, ndërsa pjesa më e madhe e pacientëve janë të moshës së tretë, të cilët rezultojnë edhe më të prekur nga këto infeksione sezonale. Zakonisht këto 2 muajt e fundit, domethënë shkurti dhe marsi që jemi aktualisht, ka qenë një lloj gripi që pothuajse 90% të pacientëve i ka lënë me bronkit. Edhe bronkiolit, që është inflamacioni i bronkeve më të vogla. Ke vizitat shkojnë nga numri 20 deri 40, maksimumi 50, jo më shumë. Kryesisht pacientët që vizitojnë janë të rritur, sepse edhe këtu është spitali për adult, nuk kemi pediatër, por kemi vizituar dhe fëmijë. Mosha e tretë normalisht që për shkak se s'ka imunitet e bën pak më të rëndë situatën. Paraqiten me temperaturë të lartë 2-3 ditë të para. Dhe nëse vazhdojnë të marrin terapinë me antibiotika, ajo shkon diku deri 1 javë ose 10 ditë. Mjeku Kote u bën apel qytetarëve që të tregojnë kujdes dhe të mos përdorin antibiotik pa rekomandim mjekësor. Unë këtë ja them gjithmonë pacientëve dhe ja kam bërë një pjesë të kulturës së tyre, domethënë që në farmaci mund të merrni një medikament, por nuk merrni një diagnozë. Kjo është e përditshme. Ka patur raste që kanë marrë vetë antibiotik dhe që nuk kanë patur rezultat realisht dhe pastaj janë detyruar kanë marrë mjekim tjetër, jo më me kokra, por pastaj janë detyruar të marrin mjekim me injekcione intramuskulare ose ndonjëherë intravenoze.
Ndërkohë, bluzat e bardha theksojnë se konsultimi me mjekun mbetet hapi më i rëndësishëm për trajtimin e duhur dhe shmangjen e komplikacioneve. Prej 6 vitesh në Gjirokastër janë organizuar edhe ekipet kombëtare rajonale të futbollit U12 dhe U13, ku janë grupuar aktualisht elementë të talentuar nga të gjithë zonat e jugut. Aktualisht, të dyja skuadrat janë duke kryer përgatitjet pasi në fund të këtij muaji do të nisin përballjet e radhës. Shoqata rajonale e futbollit Gjirokastër vijon përgatitjet për turneun e dytë të sezonit, i cili do të mbahet në fund të marsit në Fier, ku i presin 3 takime secilën prej skuadrave U12 dhe U13. Këtu në fushën sportive Lefter Milo Dervician, ekipi përfaqësues rajonal stërvitet çdo të hënë. I gjithë shoqata, duke filluar me Tepelen, me Maliaj, Përmet, Këlqyr, Saran, Delvin dhe Gjirokastra, bashkë me rrethinat e saj, organizojmë çdo të hënë seanca stërvitore. Në kuadër të turneut të dytë rajonal që ne zhvillojmë në qytetin e Fierit, jemi duke bërë seancat e fundit stërvitore, sepse në fund të marsit do zhvillohet turneu i dytë rajonal. Shpresojmë të kemi paraqitje pozitive, seancat po shkojnë mirë, impenjimi është maksimal, angazhimi i trajnerëve bashkë me stafin është maksimal, shpresojmë që të dalim mirë. Futbollistët e vegjël duket se kanë marrë me pasion këtë lojë, të cilën e kanë nisur vite më parë. Madje kanë edhe ëndra lidhur me të ardhmen. Unë vi nga Maliaj dhe seanca ime në rajonalen e Gjirokastrës është prej 1 viti. Unë vi çdo të hënë këtu dhe përfaqësoj çfarë di dhe mendoj që do t'ja dalim në turneun e dytë. Cili është roli yt në skuadër? Roli im në skuadër është sulmues. Po ndonjë gol ke bërë gjatë këtyre ndeshjeve që ke pasur? Jo. Si mendon do ta vazhdosh sportin? Po, me sa duket do ta vazhdoj jo në Shqipëri, po në një vend tjetër. Kam 2 vite që stërvitem me kombëtaren rajonale të Gjirokastrës dhe një ditë shpresoj që të zëvendësoj portierin Strakosha dhe të mbroj portën e kombëtares shqiptare. Me sport kam 7 deri në 8 vite që merrem me këtë pozicion. E kur ke nisur, ku kanë qenë ato fillimet e tua të para? Fillimet e mia në këtë pozicion kanë qenë në moshën 4 vjeçare. Atëherë lozja në lagje dhe më pas fillova të përmirësohesha me kalimin e kohës dhe mora iniciativën që të shkoja në stërvitje dhe të provoja veten sa e mirë që isha. Dhe sa kohë ke që stërvitesh tamam në kujdesin e profesorëve? 4 deri në 5 vite. Që stërvitem në kujdesin e këtyre trajnerëve të shkëlqyer. Sa topa kanë prekur rjetën tënde gjatë këtyre ndeshjeve që keni zhvilluar? Po, unë përpiqem që mos të konsumuoj asnjë gol, por porta mund të ketë portier, por topi përsëri futet dhe unë them maksimumi deri në 9-8 gola. Kombëtarët rajonale të Gjirokastrës funksionojnë prej 6 vitesh dhe aktualisht zhvillojnë rregullisht stërvitje në drejtimin e trajnerëve Nerita Novi e Lorenz Risti. Të nderuar shikues, ishte diçka përgatitur për këtë ditar informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë, miru takofshim.